Bismillahirrahmanirrahim. Besimtari duhet me qenë i mëshirshëm me çdo shpresë dhe me çdo krijesë, jo vetëm me njerëzit, por edhe me shtazë. Përderisa po desh me pas mëshirë dhe me qenë kujdesshëm dhe i sjellshëm me shtazën, po me njerëzit. Pse po thojmë këtë? Për shkak se i gjejmë ndonjëherë që shprehin dhunë, agresivitet për ndaj fëmijëve. Ndërsa pejgamberi alayhis salam një herë shkon duke e mbajtur predikimin e xumës në hutbë. Edhe kanë hyrë dy nipat e pejgamberit alayhis salam, Hasani dhe Huseini në xhami, janë kënd vogël, kanë pas teshat, nuk kanë shku zhag. Edhe u shtut pejgamberi alayhis salam që po marrin thu peshkelin teshën dhe porxohen. Pejgamberi sa më kanë ndërprej predikimin dhe u shku dhe i ka kap të dytë në dur dhe është ngjitë, ka vazhdu prap hutbën predikimin e xumës. Kur e pyetëm pse ja Rasulullah tha u tuta që mos porxohen dhe ndërprejta hutbën, e i mora për mu siguru që mos mu dëmtu, mos mu vra ata. Në rast tjetër, pejgamberi sa më shkon të lujt me po dy njëjtit nipa, Hasanin dhe Huseinin, dhe ka hyrë njëri prej shokëve të pejgamberit te pejgamberi, dhe kur hyn mëna po e sheh pejgamberin të lujt, po çuditë edhe pak pe këshyr, si me çudi çysh pejgamberi me lujt me fëmijë, se disa mendojnë që i madhi, ai që është pozit, ai që është i rritur me fëmijë s'bën me lujt si do psohet bornia, por kundrazi. Pejgamberi sa po lun me nipat e vet, ai pe këshyr shtran. I thot pejgamberi sa me kuptoi pe shikimin e tij që diçka s'o rregull. Tha çka u bë, çka po duket. O i dërguari i Zotit thonë kon kallabllak fëmijë kur asnjëri pe ty na se kum qit pranë as se kum puth. I thot pejgamberi sa çka kom fajin që nuk ki rahmet, nuk ki në zemër tonë ti, çka kom fajin. Omeri radhiyallahu anhu kur është pun kryetari muslimanëve, vjen një njeri te Omeri i thot me ma dhon një pozit, me më caktu përgjes një venit, udhës një venit. I thot Omeri hajde nesër. Kur vjen të nesër me gjonë Omerin të lut me djalin e tij Abdullahin, edhe te këshyrë shkolum me fëmijë. Thot Omeri çka u bë? Thot unë i kam sa fëmijë thot edhe nuk luaj asnjëherë me ta. I thot Omeri kur me fëmijët e tu ti si i mëshirshëm, si i afërt, si i but, po me tjerë e po do me caktu përgjes udhës do një venit, thot nuk jeti për me dhon pozit. Hes. Selamu alejkum. Mm-hmm.